Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e ditës të shtyn drejt reflektimit të brendshëm, një vendim i rëndësishëm në lidhje me karrierën ose një marrëdhënie mund të kërkojë kujdes, intuita të udhëheq drejt zgjedhjes së duhur. Demi. Dita e duhur për bashkëpunim dhe qartësi në komunikim, në dashuri sinqeriteti si llafërsi, mos lejo që kokëforcia të prish humorin. Binjakët. Planet që ke shtyr më parë tani mund të rifillojnë, kujdes me detajet në punë, në aspektin emocional dikush mund të surprizojë me një gest të sinqert. Gaforia. Dita favorizon lidhjet emocionale dhe afërsinë familjare, është moment i mirë për të lënë pas tensionet, romanca mund të ndjejë një ringjallërim të bukur. Luani. Fokusi shkon tek qëllimet profesionale, dëshira për t'u dalluar është e fortë, por ruaj durimin, rezultatet po afrohen. Në dashuri, kërkoj ekuilibër mes punës dhe jetës personale. Virgjëresha. Dita sjell qartësi mendore dhe ide të frytshme. Në financa vjen një mundësi për stabilitet, një bisedë e sinqertë me partnerin apo partneren ndihmon në afrim emocional. Peshoria. Energjitë e sotme nxisin reflektim mbi vlerat personale. Mos kërko miratim nga të tjerët, beso në vlerën tënde. Në dashuri, tregohu më i hapur ndaj ndryshimeve. Akrepi. Hëna në shenjën tënde e bën ditën të fuqishme emocionalisht. Intuita është arma jote më e fortë sot. Mund të fillosh një faqe të re, qoftë në dashuri apo në karrierë. Shigjetari. Një ditë për pushim dhe introspeksion, mund të ndihesh pak i lodhur nga ritmi i fundit, jepi vetes kohë, një lajm i mirë financiar mund të vijë papritur. Bricjapi. Ambicia jote shpërblehet, projektet profesionale ecin përpara dhe dikush i rëndësishëm mund të bërej përpjekjet e tua. Në dashuri, komunikimi i qetë sjell harmoni. Ujori. Dita kërkon disiplinë dhe fokus. Planet afatgjata ka nevojë për planifikim. Mos u dorëzo përpara pengesave. Saturni të mbështet me forcë të brendshme. Peshqit. Hëna ndikon tek ndjenjat e tua më të thella. Është moment i mirë për krimtari, art dhe lidhje shpirtërore. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe butësia hapin rrugën drejt afërsisë së vërtetë. Horoskopi në Top Albania Radio.